إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا حدثنا الله ورسوله atë e të mbletim dima dhe falje të bëjmë. Kërë për Allahu të madhore që të bëjmë nga shëri e nësë dhe kama dhe shëri e punët të shqia. Këndë dhe vëtësan Allahu nuk ka kushat të jenë, dhe këndë dhe një Allahu nuk ka kushat të jenë. Dhe shmajës Allahu në zoti i vetër të këtë të adhore, dhe të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam më shrabe e dhe buareti. Të ndërruar të zë, shumica e Ramazanit kalojë. Por ajo që kam petë, është pjesa më dhe nësishme ka mundësi halafët e kujtu vetën. Ka mundësi ende për me fiku shpërtimin e pasë të këtë muajtë. Kush arvina dhe e katër të duke bëllë një fund të mirë, e të është fiturtarë. Dërsa i cili fikohet nga shpërtimi i madhë, që Allahu subhanahu wa ta'ala e jetë në të vetë të fundit, për një është fundës. është diçka që t'i s'mund të shkur, edhe me jetuar gjatë, atë që nuk e dim sa të jetojmë endra, a kemi endra Ramazan, apo s'kemi, nuk e dim. Ma dhe me pas jetë, humbjen e këti Ramazan, se nuk e shpenzojmë, nuk ka mundësi kur momenti, nuk është diçka që mund të tetë. Allahu subhanahu wa ta'ala është betu në problem, walejali në ashë, pasha të netë, dhe si pas njështë bagantë të sirve, po dhe fjallë për netët e fundit të Ramazanit. Pasha petë netë të Allahu subhanahu. Këto netë, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam shumë i ka vlerësu. S'ka bëllë gjumë farë, këtë gjumë, po dhe ditët e këtyre netëve i ka katin të qami, duke ohi titafë. I titafë është më shkëput nga jeta të jetuarit të zakonshëm, dhe të përpushtu atë dhe i batete. Për me gjithë shka, vekimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet e para të surës Duha. Hamim. Haja dhe majna, në shronja të gjuhës arabe, të cilat shronja është përgullu të libër, që është spi për kretë njerëzimit. Me që të shonja kërkush nuk mundët me thonë diska sikur se prami. Kështë kërtimin në tonë i shkronja që të dalë në dalë që janë për nejtë për shumë suhe. Hamim, wal kitab e mubin, të shahibin e qamë. Inna anzalnahu fi lejleti mubarakatin, inna kunna mundhirin. Ne me të vërtejqe e të libër qartë, e kemi zbrit në një natë të bekuare. Dhe ne, çdo herë të thonë, ta kemi të keqë vërejtë, kemi qenë para e rrugës. Fiha yufraku kullu emrin hakim. Në këtë natë ndahet, caktohet, çdo çështje me kurtësi. Emrën min indina inna kunna mursilin. është një urdhër nga ana jonë të Allahut. Dhe ne vazhdimisht kemi kërkuar pejgamber. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Mëshirë nga Zoti. Rapica tim të dhënë të kërkuar. Rahmet nga Zoti i cili është dëgjues dhe i dikën. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Një Zoti, cilë është Zoti i qiellit dhe tokës, dhe ata që është mes tyre, nëse keni bindje. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. S'ka Zot tjetër që meriton të adhurohet, përveç Allahut. Yuhyi wa yumiit, i cili është jetën edhe e çon vdekjen. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, Zoti juaj dhe Zoti i bababave tuaj në hershëm, bababave dhe zëndishëm. Në ta jetë,
Allahu subhanahu wa ta'ala na për natën e bekuar. Që është natë e katërt, për cilin ka zbrit një sure të plotë. Pse quhet natë e bekuar? Në arabisht, natë, si komenton në Mubarak, me fjallës bereqet. Natë me shumë bereqet, për arsye se mirësit e kësaj natë janë të shumë. Ai i cili e bën një ibadet në natë. Për Allahu ka shpërbim, me të shumë e shumë se një muaj ibadet. A dini që do me thonë krijuesi i qiellit dhe i tokës, i cili e çon jetën dhe i cili e shkakton vdekjen. Me thonë se ka shumë shpërbim për diçka. Dietarët e sjellin të qenë. Për shembull, nëse një fëmijë të thotë, unë e kam shumë para, një fëmijë vogël, e gjafë 7 vjeç. Edhe diçka mund është me mendu, sa para mund të t'i pasë. Mund të t'i pasë në qimë e nashtë. Mund të t'i pasë në mire nashtë. Nëse një milioner, unë e për t'i kam një shumë të madhe të para, një milioner patë. Ti sigurisht kime mendu se bëhet fjallë për një milioner, për një qenerë, kime mendu shumë. Por nëse një mbret, të cilit i cili ka me miliarda, që ka një pasuri, në tonë edhe ka, fundin e dhe ka shumë pasuri. Nësa e të thotë në të pasuri shumë të madhe të parash, shkyme ndohu kime fantazu të që shumë. Por qka nëse Allahu i cili pasurjet e cilit është pa fund? Qka nëse Allahu subhanahu wa ta'ala të thotë, unë, si që anë në hadith të kësi, unë për robërit e mi ka përgatit atë që siri se ka pa, veshi se ka të gju, dhe mendja asë kujt nuk është. Nuk mund është me fantazu. Nëse do t'i kush e fantazosh që shërosh me pasë. Nëse do t'i të fantazosh saltanatet dhe qefet dhe dëshira që mund t'i pa një. Ato saltanatet dhe qefet do t'jenë shumë të kufizuar. Me krahasim në atë që mbëreti mbretët, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Ai i cili e ka emrin El-Ghani, i pasur, mundet me të Prandaj të dëvojë bezër Allahu subhanahu wa ta'ala, jo për ata, për neve, në nënësi që ne të vepra të mira që t'i bëjmë ne, që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk mund t'i bëjmë të vitë. Nuk ka nevojë Allahu për ibadet e Allahu. Ne kemi nevojë, prandaj cikja është për këtë, që ne si shon dietarë të bëjmë një tregti në Zotin, ama në përmet e praktike. Që kjo është tijareti ose tregtia, që besimtarët duhet ta bëjnë, sidomos në këto sezonet e fleshme në të cilën shumica mundën me fitu gjenetit. Në opcioni për me fitu gjenetit nuk është vetëm për krejt kemi mundësi me fitu gjenetit. Kja Allahu subhanahu. Në këtë natë, si sallallahu si e dojë a imi, ju threj kullu e emri hakim. Threj natës e katër në këtë ditë, 1446, deri në natën e katër, 1447. Në këtë natë, caktohet krejt shka me ndodhë. Kush ka me di, si të aptarë në pasja dhe të kush ka me di, kush ka me vdejt, caktohet fitime. Caktohet mungje, ma dhe të aptarë në pasja caktohet gjithë shka, edhe kush ka me shku në haqë, edhe kush ka me shku në haqë. Në këtë natë, gjithë shka ka. Sëllëmi alejhi selam, në një natë për e të rëdete, në melaqët, dhe në natë i vërshojnë resitarë. Pra dhe është shumë keqë, është një kajtu të natë e bonë gjënatë. Zbrejsin e gafë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për i vërshmu resitarë, dhe dikush, jo që nuk është duke a dhëmë Allah. Asa mirë do t'ishte që t'irë, në në me patë të cukranë. Të falë namaznatë. Namaznatë. A namaznatë, si të mos, ta përga me se në dojëse. Në lejle dhe qadr, imanë muhtisabë, ghufire lakuma taqaddama min dhanbi. Kush e falë namazin e namaz, se kamet në të do kiam gjurë kiam u lejle, namazin namaz. Mi që të Allahu të
në namaz në internet, e fundit të Ramazanit. Dhe shansa është në rëndë që nuk duhet të shohë, që si të ne, se zë kërrejtë. Kush i qëndron Allahut në kamë, pra kush e falë namazin e natën e katërt, me një kamë në Allah, dhe me shpresë të shpëtimit, i falën gjunahet që ka bërë e kaluar. Ti faktikisht jetës tonë e mundëson që e fillu një faqe të rejtë të jetës. Në Allahut i falën. Allahut i falën që i këmë në kaluar, nëse të dhe i banë në sinqeritet e plot, me iman të plot, dhe me shpresë në shpëtimin e Allahut, subhanahu. Gjithashtu, duhet ta përsëritim një tutje të thjeshtë, të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, nëse ne kemi në ta, çka duhet të bëjmë? Nuk jam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e dëgjoj apo shumë për të drejtuar pejgamberin. I bëhet një fjalë të shkurtër që përdoret për shafjatë. Allahumma inna ta'afu tuhibbu al-'afwa anni. Wallah, ti e falës e do falin, më falë mua. Nëse Allah ka falë, më falë mua, të falë të ka falë, atë këtë në nëse në një figurës të të nejë. Sa e që është i falë, a e shpitëtar. Nuk është shpitëtar a e cili shkon me kurizin e ti të ngarkuar të gjunahet Allahu subhanahu wa ta'ala. Nërsa a e cili kurizin shpinën e vetë nuk e ka të ngarkuar me gjunahet, a e është gjenneti. Allah më në qësot. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që nga frimëzat, dhe nga inspiraj, që konetet e fundit dhe ditët e fundit e Ramazanit i kalim me punë të mjë. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që nga përfirësaj, jo vetëm që të mira të bëjmë dhe të muaj, por të vazhdojmë që të në sotë të bëjmë dhe praktikë dhe në frimën e fundit dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu